Në një kohë kur zgjidhja e shkollës së dur për fëmijët mbetet një nga vendimet më të rëndësishme për prindrit, televizioni Apollon ka intervistuar drejtoreshën e shkollës 9-vjeçare Liri Gero Silvana Sota për të njohur më nga afër standardet, investimet dhe qasjen e kësaj shkolle ndaj procesit arsimor. Drejtoresha thekson se vizioni i institucionit është ndërtimi i një shkolle bashkëkohore dhe gjithëpërfshirëse, ku çdo nxënës të ketë mundësinë të zhvillohet në mënyrë të plotë si në aspektin mësimor, ashtu dhe në atë social. Për sa i përket standardeve, ajo nënvizon se shkolla zbaton kurrikula moderne dhe punon vazhdimisht për rritjen e cilësisë dhe monitorimit të procesit mësimor. Një vëmendje veçantë sipas saj është kushtuar dhe infrastrukturës. Investimet e kryera kanë përmirësuar ndjeshëm kushtet fizike të shkollës, duke krijuar ambiente më të sigurta, funksionale dhe të përshtatshme për zhvillimin e orëve mësimore, ka thënë zonja Sota. Në lidhje me procesin mësimor, drejtoresha thekson përdorimin e metodave bashkëkohore dhe përfshirjen e teknologjisë në mësimdhënie, duke e bërë procesin më interaktiv dhe tërheqës për nxënësit. Ajo shton gjithashtu se përgatitja e nxënësve nuk kufizohet vetëm në marrjen e njohurive, por edhe në zhvillimin e aftësive jetësore, mendimit kritik dhe bashkëpunimit. Në fund, kreu i stafit mësimor i shkollës Liri Gero, zonja Sota, ka thënë se kjo shkollë ofron siguri, përkushtim dhe cilësi, duke garantuar një të ardhme më të mirë për nxënësit. Vizioni ynë është të krijojmë një mjedis arsimor ku secili nxënës të zhvillohet në aspektin akademik, por edhe në aspektin social, sepse mirëqenia e nxënësve tanë është prioritet për institucionin tonë. Çfarë standardesh keni vendosur për të garantuar cilësi të lartë në mësimdhënie dhe përgatitjen e nxënësve? Atëherë, ne kemi vendosur standarde të qarta mësimore për personelin mësimdhënës. Në institucionin tonë zhvillohen trajnime të vazhdueshme me mësuesit, me stafin pedagogjik, të cilët ofrojnë mësimdhënie bashkëkohore me metoda bashkëkohore. Dhe gjithashtu, vlerësimi i nxënësve tanë nuk fokusohet vetëm tek nota, por edhe në zhvillimin e mendimit kritik dhe krijues. Sa dhe si ka ndikuar investimet në infrastrukturë dhe ambientet e përmirësimit konkret të rezultateve të nxënësve? Falë investimit dinjitoz të Bashkisë Fier dhe gjithashtu të Ministrisë së Arsimit, shkolla Liri Gero sot ofron kushte bashkëkohore dhe mund ta krahasojmë me një ndër shkollat më të mira jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë. Kjo ka ndikuar që nxënësit të jenë më të fokusuar në procesin mësimor dhe gjithashtu rezultatet e tyre akademike të jenë më të larta. Në shkollën tonë kemi klasa me kushte bashkëkohore, gjithashtu një kabinet Smart Lab, kabinetet mësimore, fusha e sportit dhe palestra që i është shtuar institucionit tonë këtë vit me kushte të cilat janë të krahasueshme me shkollat më të mira edhe jashtë Shqipërisë. Sa të përgatitur dalin nxënësit nga kjo shkollë për të përballuar sfidat e shkollës së mesme? Nxënësit në institucionin Liri Gero dalin përgatitur si në aspektin akademik, ashtu dhe në atë social dhe emocional. Në shkollën tonë, nxënësit fitojnë një bazë të fortë njohurish dhe vetbesim, gjë që u mundëson atyre të përballojnë me sukses sfidat e shkollës së mesme. Çfarë do t'u thoshit ju prindërve që janë ende në dilemë për të zgjedhur këtë shkollë për fëmijët e tyre? Të zgjedhin një shkollë e cila përveç kushteve infrastrukturore të mira, të ofrojë edhe dije, njohuri dhe vlera, gjithashtu dhe t'i bëjë qytetar të denjtë të së ardhmes. E tillë mund të them që është shkolla Liri Gero dhe këtë gjë e tregon edhe puna e mësuesve tanë. Ndaj, ju ftojmë që të vini dhe të regjistroni fëmijët pranë shkollës sonë.